Ne gjithmonë dëgjojmë për anijen kozmike Voyager 1 që largohet gjithmonë më shumë nga sistemi diellor dhe që ka shkuar 24.5 miliard kilometra larg. Por janë edhe 3 anije kozmike tjera që largohen, të cilat janë mbi 15 miliard kilometra larg nga Toka. Kemi Voyager 1, 2, Pioneer 10 dhe 11. NASA, Toka, ka komunikim të vazhdueshëm me Voyager 1 dhe 2, por jo me Pioneer 10 dhe 11. Me Pioneer 10 komunikimi është shkëputur në vitin 2003, ndërsa me Pioneer 11 në 1995. Dhe ky komunikim u shkëput për shkak se radioizotopët nuk kishin më energjinë e duhur për të furnizuar elektricitet anije kozmike dhe orientimi i antenës ka devijuar pak në lidhje me drejtimin e Tokës. Dhe kështu që megjithëse sinjali do ishte shumë i dobët për të kapur nga radarët në Tokë, ky sinjal është dhe devijuar dhe nuk vjen më drejt Tokës. Megjithatë, të katërt anije shkojnë e largohen me shpejtësi shumë madhe nga Toka. Rekordin e marrën Voyager 1, por edhe të tjerat janë mbi 15 miliard kilometra larg Tokës. 15, 20, 22 edhe anija Voyager 24 miliard.5 kilometra. Gjithashtu kemi një anijen tjetër, e cila vizitoi Plutonin, New Horizon, e cila ka kaluar kufirin e 8 miliard kilometra dhe vazhdon me një shpejtësi shumë të madhe të largohet nga Toka. Ku e gjejnë energjinë këto anije që të largohen kaq shpejt nga Toka? Këto anije burimin e energjisë e kanë burim energji bërthamore. New Horizoni ka energji me plutonium, siç e ka vetë emrin planeti që do vizitonte, Pluton, edhe ajo furnizohet me plutonium. Edhe këto anije të tjera kanë radioizotope, domethënë kanë energji bërthamore. Vetëm ajo lloj energjie mund të rezistojë një kohë gjatë.